Si po ka Alani, si ju duket kjo verë? Po, kjo verë, zakonisht, nuk është e para, besoj, po është vera e disa që viteve të fundit, që po vredve që ka dhe ndryshime klimatike, se jem fund të gushtit dhe vazhdojmë me qenë temperaturat e larta. Mjekët janë gjithmonë mjekë, më duket, edhe pasërarit të punës. Po, zakonisht. Ashtu është. Profesioni i mjekut është profesioni veçantë. Me studenta kur bisedoj, e thomë që qysh nga kurat e vjetra, nga Greqia lashtë, mjeku është konsideru si njëri hynor. Edhe studenta ju thomë që profesioni i mjekësisë, kur keni zgjedhur me arë mjekësi, është dash me di se është më i vështirë. Pse për arsye se ju duhet të jeni të gatshëm për pacientin 24 orë. Pacienti fatkeqësisht në disa raste s'mund me prit vikend, nuk mund me prit masdite që ju me po ai smuhet edhe masdite, edhe vikendeve, edhe shpesh tashmë edhe me këtë teknologjinë moderne, ne duhet mu përgjigj për aty që është dalë spoku aja sheqit e ke po, edhe pastaj ti duhet me kthy përgjigjen, kështu që realisht është një profesion që duhet me pas dashuri, duhet me pas përkushtim ndaj tij, sigur çdo profesion tjetër, por besoj që këtu ke të bëjsh me jetën e njeriu. Prandaj përkushtimi gjithmonë është më i madh, besoj, edhe ata që janë këtë profesion të angazhuar do duhet me ditë, besoj që dinë shumica, por edhe ata që mendojnë me ardhë që përkushtimi ndaj profesionit është shumë më i madh se profesionet tjera, se ke të bësh me njeriu. Se të gjithë që janë mjek kanë qef edhe fëmija e tyre mu marrë me të njëjtin profesion. A e keni shtu ndonjëherë fëmijët për me zgjedhë edhe profesionin që ju e keni? Po, sigurisht, me më pyet mu të dytë për mjekësi kisha pas dëshirë me shku, por nuk ja imponojmë. E kemi pa që është vështirë, nuk është mirë mja imponu, me djalin ma shumë kemi bisedu se është ma i rritur, edhe një ko erdhëm në pikën që s'do të me bisedu fare edhe me lonë derisa a i të reflekton në kejtë ato biseda më herët, edhe sigurisht që i mbetet atyre, por dëshira jonë është deri tash, do me thonë bazë që shinjojmë edhe sa i vlerësojmë se mujnë me përballu mjekësin, sigurisht që kishim pas dëshirë me shku të ditë. Na e lo me vendosaj, për një 3-4 vetë ja mushën kryt, ta një në fund vendos ti, veç e vendosë e fund. Na që kjo është ma mirë. Po, që edhe pse mundohi me qenë anë, realisht, me qenë korekt, na jetojmë një shtet ku fatkeqësisht tani nuk kemi krijuar sistem të tillë arsimor që në plot vendet, sidomos ato zhvilluara, sistemi shkollor i orienton fëmijët në bazë të asaj që performon fëmija gjatë së më shkollës mes, a i vetë orienton për aty se shet që atje e ma shumë kontribut sa një drejtim cilën nuk ja qëllon. Por, na e përmendëm dhe majrët vetë fakti që ai gati është linë me tema mjekësore, për shembull, të nkuhet, për shembull, po përmendin një fazë tjetër që ndoshta na bjen pandemia, për shembull. Veç pandemi, kërë ka qenë me COVID-19, të nkuhet ai ka qenë involvu ma shumë me, s'ke mujt me largu të prej pandemi, sa kemi të një banesë, ai njërë indirekt i kanë dëgju këtë sene që kanë ndodhë, kështu që realisht e bisedojmë, edhe na ka njerë është të vërtet që ne sugjerojmë, sigurisht sugjerimi ka mjekësia, po a i ka unë që se shkoj mjekësi ka më bojnë infektolog. Por nëse jo mjek, qka kishit përzirë në një profesion tjetër, që kishit tonë, okej, kjo banë e mirë është? Se dita ashtu më po flasë për veti, për të s'kisha mujtë me thonë, për veti këm pas orientim, në që se nuk shkojnë mjekësi, me shku inxinjer, tasht ka ndryshu do më sot api kur shku këmi qenë na, se s'ka qenë shumë e privatizumë me atëherë. Që është e shëndësi, të shëndësi është me ndu ma shumë si profesion edhe si profesion jo, ta është bo në një farë loj në gjdo profesion e materializimi, përveç shëndësi është me ndu të ato drejtime që janë pak ma të pëlqen, po dhe që ka një farë fushë dhe pak ma që mund është me punu ma shumë privat, që shumë sektori që nuk punoj, nuk është sektori i tilë, shumë infektologjia nuk është sektor që ka shumë zhvilluar privatizm, po njëm shumë i lumëtur, me thonë drejten, që jam për aty që është një shkencë që viteve të fundit është zhvillu, infektologjia në botë, po flasë jo vetëm të ne, që na para 50-60 vjetë shoku kryesor i vdekshmërisë njerëzve në botë kanë qenë smundje infektive. Fatbarësisht sot nuk janë smundje infektive, janë smundjet kardiovaskulare, smundje maligne, kështu që kjo tregon që njerëzit që kanë qenë gjatë historisë njerëzimit të fokusuar rreth mikrobiologjisë dhe infektologjisë kanë qenë njerëzit shumë të rëndësishëm që kanë posë zbulime të ndryshme dhe sot të ju falenderoj të një zbulime na kemë plot vaksina, plot barna për mjekimin e smundjeve të cilat se kemi pas. Prandaj, është vështirë me nda këtë anë që cila këshme qenë, por këmë pas ide që me qenë në inxinjer në atë kohë, por fatbarësisht në pranon mjekësinë është edhe ka qenë ma letë pas të mesme mëndu dytën. Unë ndoshta me piktur, e kam si hobi, po tash ka kohë që s'jo marrë me te, por në kohën që e kom zgjedh mjekësin, opcion ka qenë edhe piktura.
Po i largohemi për një moment temës së punës, e mjekësisë. Si është historia e njohjes suaj? Shumë interesant, 2 mjekë Po, bashkë. është ka gjë e çuditshme kështu se a din që domon rasti është mbret i butës domon, edhe unë gjatë kohës të lutës kam qenë pjesëtar i UÇK-s dhe ju më arrestu një 3 javë para se më kry lufta. Pastaj kam qenë domon deri me 3 nëntor, kam qenë në Burg, natën, dhe ju më kthy dhe kam qenë ndër pak të LDK-s që jam me LDK-n si parti, ka qenë burgosën. Por atë kanë qenë do protesta për lirim burgosërve, edhe unë dalësha për protesta. Edhe Merite ka orë atër si mjeke, kanë qenë domon me një organizatë që ka bënu, arshin se kishë shumë njerë që kishin domon shqetësime prind, familjar, që arshin për fëmijët e vetë. Edhe unë fillova aty me pastaj me e posh, edhe fillova më interesu kush është, domon ka qysh, pastaj e mora vesh që është mjek, edhe e krijuam pastaj për mes një kolegu tjetër që unë e njefsha, edhe isha kujdestar domon një ditë në spital edhe po vjetaj të unë. Rastisht, po kalën nga spjeta, hajde pim një kafe aty në klinikë, po më pyet mua si meshkujt zakonisht, po na ke dikën, ata po them jo qështu, po i tregoj një fjalë interesi kam qështu për një person. Ai po çesh. As po s'po di kam i gjetë lidhjen se në atë organizatën që punoj ke Merita, unë nuk njihsha kërkon. Ai po çesh. Thash, "Okej." Tha psikiatër bile është ai kolegu, tha, "Unë punoj me ta." Edhe ai ka qenë pastaj kontakti domon që ne kemi filluar me njoft përmes ai ne ka vendosur kontaktin e parë, mi dal bashkë dhe pastaj domon i mi dal kogja gjatë një 2 muaj. Po si ishte përshtypja e parë për Izetin? E mban mend? E që të tregoj une. Unë kam qenë aktivist politik domon, edhe sidomos që aktivit është mas Burgu, edhe unë forqa shumë për politikë. Edhe kjo mas një kohë, fillim nuk unë pa thonë, po një kohë tha, që ditë që tha që adina i sen këtë të sen politikë, borike. Deli me femën e folë për politikë, në kështë që. E tjera të pasaj sigurisht të tjera sene, ka po që kjo ka qenë. Me intereson se si të kujton Merita, perspektiva e kisha jote. pone edhe në televizion Izetin, edhe me kisha vrej, do më thonë, ka qenë me Valonin një herë, në emision, e Valonin e kisha shok, edhe normal në përqeki, po folke shumë shpejt në fillim. Valen Murati, në mështë një kolegi për bashkët ty. Së më isha shumë me ndëgju, ose me përcjel të ankohen. So flasë ka dalë. Po, ka dalë e kunder ta. Sigurisht, sinceriteti, mënyra që shi trajtoj kesendet, kjo ka qenë. 3. Jenë një kombinim i bukur, Merita më e qetë, Izeti pak më i flokët, kështu si personalitet, po në shtëpi kur jeni tani, cili është mbase ai që nervozohet më shumë? Po, të dijet pasaj rolin, shpi dijet, kështu. Në folë këtu, po dijet dhe ki gjekon një rol kryesor, kënë folë se vlet atje, në shpi do në morë dytësor, se në shpi pas kryesor edhe atje. Jo, së është ashtu. Unë punoj pak ma shumë, ma gjatë në orarë. Dhe më thonë para dite në klinik, 8 orë, pas taj mas dite me njerë, mas 1 ore që ri pak me fmit, vazhdojnë në klinik private, gjdo ditë njëjtë, e sigurisht në total i bjën 13 orë dhe pak jo ma ngarkume. Pas nej si gjdo nanë në shtëpi, do në me pas regullin, do në me qenë pak ma e vyshme dhe për fmit edhe për bashkëshortin edhe për krejt ato, pas taj mi mri është një ngarkes shumë e madhe. Edhe sigurisht që muj më bo nervot në të njerë ma shumë, ose po prap mundona me vetën. Sigurisht në këto momentet e lodhshme pas punës, qka bëni për relax? Qka konsideroni një pushim kështut? Kjo ka fillu do më po bëndasht yoga, kështu që... Unë e kam një orë zdo 2 herë njavë, po një 3-4 muj u bënën, edhe vajza për më djek tash verës, me shoqet e veta, që ajo ja kushtoj vetit që ato. Unë shkoj fitness, dhe djali her pasire, djali meret me sport, është refer, edhe shpesh, edhe ai vjen me mu fitness, edhe not, ka njerë, kështu që e gjeme që të mundësin që... Kemi edhe një shpi kështu ku relaksomit. Mal, dorim ka njerë në mal. Edhe që, do me thonë kjo pjesa e malit, çdo fundjavë, do me thonë prem të shtu në dile, atje pak jemi mat izolume dhe pushojmë. Po, a mund të halin një klinikën edhe punën kur del një ashtë saj, ku shkoni në shtëpi, apo e keni mendjen akoma aty se
pak është vështirë, sepse pacientat vazhdojnë me këto që e thanë fillim edhe i zeti me të shënun në telefon ose se nuk e din kur s'mundesh me ignoru telefonatën ose mesazhin se nuk e din kur ka urgjencë ose jo. Kështu që detyrimisht unë mendoj që çdo mjek nuk mundet me qenë inert ndaj këtyre mesazheve, sepse e ndin obligim mjek je 24 orë. Mundohemi mi kthy mesazhe shkurt kur e shohim që sepse pacientët shpesh brengosen edhe për probleme që nuk janë serioze dhe nuk mundemi pa ju kthy përgjigje. E sigurisht një pjesë të kohës pasi kthehem nga puna privat i përcjell edhe ato mesazhe të cilat i kemi lënë se ka pacienta që vinë nga larg prej krejt Kosovës edhe nuk është e arsyeshme me ardhë për me ta pru edhe një analizë nesërmën ose diçka, e menaxhojmë në çët formë, e cila na fatgjat na ngarkon, mirë po jemi mësuar me këto. Mjeku, besoj që çdo mjek e ka këtë problem. Qatë kohën e shkurt me mesazhe edhe pastaj krejt vonë, pushime me këto punë tjera, por kryesisht po me fëmijë. Pas gjithë këtyre viteve që ju jeni në lidhje e njini njëri tjetrin, po sikur do të duhej që ta përshkruajnë, po sikur do të duhej që ta përshkruanit njëri tjetrin vetëm me 3 fjalë, cila do t'ishin ato? Merita është kogja organizume, është ambicioze shumë, domthonë edhe qitë. Po më përgjithsi, po nga njerë kjo ka fjallën për në shpe. E Zeti është njeri shumë i sinqert, punëtor shumë i madh, edhe i dashtun, sidomos për njerëzit e vetë, ata që e njohin, për pacienta, ta 3 veç, se ka shumë po, me këto 3. Po që është diçka që ju ka mësuar mjekësia për njerëzit edhe për jetën që nuk mund të mësohet në libra? Që përvoja shumë e rëndësishme në mjekësi. Faktikisht, mjekësia në aspektin e përvojës konsiderohet gati si kur ushtria, domethënë. Sa ma shumë, nuk mund është me bo komandanti i mirë që s'ke marrë pjesë në lufta zakonisht. Edhe dihet që gjatë luftave është koha kur njerëzit ngriten shumë shpejt në për grada në ushtri, 1/6 edhe në profesion. Përvoja ta bën të vetën, nuk më pas një rast që ju tregoj dhe studentave me një pacient, edhe e kisha një shqetësim në rreth një pacienti, por mos me zxatë edhe po e pyes një profesor timin. Thash profesor që të kam një shqetësim, po du me më thonë çka me bo. Edhe po më thot ai bën që të veprim. Thash okej, boj po pse? Edhe ai po mas sharon këtë. Edhe kum tregu studentave që atë sharim, s'po du me zxata cili është sharimi, domethënë për shkak se emisionit mos me marr kohë, por ju kum tregu studentave kum përsërit disa herë gati çdo ligjëratë se me çdo grup studentave se gjon kur libra hiç. Ato ta bën veç përvoja. Prandaj domethënë përvoja është një fushë shumë e rëndësishme domethënë mjekësi, edhe qëndrimi domethënë me pacient është shumë i rëndësishëm domethënë. Sidomos afërsia dhe ju duhet të keni dashuri dhe dhunshëri. Shpesh duhet me kalu natën me pacientit. Çka ndinaj, çfarë përjetimi më banaj edhe realisht po që ta thash është i shenjtë si profesion mjekësia, por do në obligim mas shumëti. Nuk mund është edhe kur jetë ndoshta kur të shohet, ka njerëzit du me shku me qesh para pacientit. Së mund është me usjell, se shpesh pacienti, sidomos kur pret në analizë të rëndësishme, a i në bazë mimikës tone e merë për shtypjen çfarë analizë, që ka dorë analiza. Edhe sërë thjesht i ndhoma i pret qysh po reagon ti. Prandaj, realisht du me pas spaku empati dhe mshuri, në që se pacienti ka një sëmundje tronë, ti nuk mundesh me pas empati ndaj tij, nuk mundesh me qesh e me thonë ke kancer. Se dhe aje din që pastaj është një problematik shumë e madhe, nuk është problem një vogël. Prandaj, gjitha këto e bojnë profesionin e shëndetësisë, profesion shumë të rëndësishëm, domethënë ndaj cilit duhet përkushtimi i vazhdueshëm, edhe besoj që shumica e punëtorëve shëndetësor kur e zgjedhin këtë profesion e kanë parasysh këtë, domethënë që kanë një dëshirë me pas një përkushtim ndaj pacientit vetë. Mjekësia, po, deshta veç diçka me shtu këtë këto çka tha i Zeti, më thonë, në ndërkohë gjatë krejt punës lodhjes që se vren gjatë krejt këtyre orëve që je me pacienta, në fund ditës e ndin vetën shumë të plotësuar. Që veç na e kuptojmë mjek, do me thonë, krejt ajo përkthehet në një lloj përmbushje. Do me thonë se pavarësisht kohës që ja kushton, përvojës që ja kushton, në fund ndjehesh i lumtur sepse ke arrit me përmirësu jetën e një pacienti edhe të krejt familjes. Prandaj, ato që e tha që mjekësia është të shajt,
duhet me dashur shumë profesionin, edhe sidomos edhe unë punoj me studenta, para se me marrë mjekësinë gjithmonë duhet jo gjithmonë me kuptu që është shumë e vështirë, ki me pa gjakun, nuk duhet me qenë ajo pengesa, por a je i gatshëm me qenë gjithmonë në shërbim të njerëzve në nevojë. Që kjo ka me qenë ajo pika determinante që duhet ma vonë, do me thonë të sjell kënaqësinë e reflektimit të dhënies së ndihmës, por për kushtimi shumë i madh ndaj profesionit, unë nuk di a ka degë ma shumë se sa që është mjekësia. Do me thonë është vetë jeta. Nuk mundesh me thonë pelojmë ato që na bën të pyetje kur ndaheni prej pacientave, sepse është një ritëm shumë i madh i kohës që ta merr, ta koordinon pak edhe jetën tonë. Kështu që duhet shumë me organizu, me pa, me klasifiku kur ki me lexu edhe diçka pra për pacienta, për karrierën tonë, ndonjë punim të ri, jetën tonë private, është shumë. Po e keni ndonjë rast që ju ka ndikuar edhe emocionalisht që kujtoni gjithmonë gjatë periudhës? Ka, ma shumë se një, ka disa raste. Shumë. Ka për shumë pacient që unë isha para një muj një dasëm, do në podojeve dhe kur hyna një grua po vje po flet, tha e doktorizit. Po tha që kjo vojza em para 15 vite ka qenë paciente. Do të ju, sonë me na zakonisht me smundje të sistemi nervor qendror të fëmijëve që ku punojnë në repart. Ajo është vlerësimi më i madh që do kur gjë nuk është paga që e merr, sa është nevoja që ke për vlerësim të pacientëve që ndihmë. Prandaj ka disa raste, por ka pasur raste sfiduese. Para 11 vjetë një pacient që ka pas një smundje, një infekcion që janë shumë më të rralla, e që ka qenë për mua ka qenë sfiduese, ishte në raste para për mua si mjek se isha në atku, edhe ka ndodhur natën ora 2 me dalë gjumi. Edhe me këqyme me nuk për vetë, a jem të bo ato çka duhet me bo. Prandaj, sot me disa, me 10 pacientë nuk kam lidhje emocionale, që të vazhdojmë i majtë ato lidhje, me ditë çka po bëhen, me fol me ta, me përshëndet me ta. Këto janë shumë të rëndësishme për jetë, për mbushin atë pjesën tonë, profesionale, për arsye se ishe rezultati i punës tonë, ai është rezultati i punës tonë. Po edhe unë kam shumë raste, po raste cilat janë këto kryesisht me humbje të vetdijes, që janë me pjesa hipofizës ju bjen faktikisht prej funksionit, edhe shpesh mujnë me ndodhë në klinikat tjera aty ku fare nuk ka nevoj për endokrinolog me përfundu pacientat për shkak të klinikës. 2-3 raste kanë qenë, do më thonë, kur rastësisht i kemi gjetë në klinika tjera për konsulta tjera dhe i kemi marë në klinikën tonë, rastit cilat janë rrimë këmbë shumë shpejt, me një simptomatik shumë theksumer, por që ma vonë, do më thonë, është pa që nëse ishin lonë qatë gjendje, kishin me përfundu. Kështu që ka pa numër ta rastet endokrinologjike, cilat kanë klinikë shumë të rondë, mirë po me trajtim brenda ditës mujnë më këfil në qoftë se gjindën letë. Po ju si ja bëni për vete, se normalisht edhe gjendja juaj emocionale rëndohet duke parë raste të tilla. E tregova që kjo puna e fitnessit, do më shumë relaksuese, pastaj për shumë çështë jeti mas një ditë shumë të angazhuar shkon fitness ose shkon edhe ato e ndiku. Pastaj sigurisht vazhdon kjo pjesa e leximit, mjekësi, në shumicën drejtimeve sot të nxënur gjatë gjithë jetës është një proces që vazhdon. Shumicën, por mjekësi është e domosdoshme. Për shembull, ato që mësuan për plot smundje infektive kur jam qenë student, sot kanë ndryshe mjekuan. Pra arsye se ka ndryshuar shkenca dhe ti je obliguar me përcjell ato dhe sigurisht nga një edhe leximi librave që janë jashtë kësaj, domethënë leximi romaneve ndryshme, të cilat s'po janë shumë karakteristike dhe shumë atraktive sot, por që për neve që kemi qenë mësuar me këtë formë të jetë tesës, për shembull, kur kemi qenë s'ka pas internet, kur kemi qenë studentë edhe nxënësa nuk ka pas internet, nuk ka pas shumë lexim elektronik, ka qenë ato leximi kopje fizike, libra në çdo më shkuar në bibliotekë, edhe ato janë një farë relaksimi, domethënë që ta krijojnë ty një farë lehtësimi, edhe je më i qetë pastaj më mirë, po mas sfiduese nëse ti s'mund të zgjedh rastin. Ajo është mas sfiduese kur ti e ke një pacient që s'ke mundë me zgjedh rastin, sidomos te caktimi diagnozës ose trajtimi, se përkundër që ti jap ato çka duhet prej teje,
ka njerë pacientët nuk shkojnë si donë ti, ka njerë vdesin pacientët, për aty se në spitalin është para po një situacion ku vdesin pacientët. Dhe në ato raste do mund të një zhgënjim, për kundër angazhimit tonë njërive tua, do mund sigurisht tregojnë edhe mjekët me përvojë shumë madhe, do mund që njëra prej zhgënjimeve të tyre, do mund është kur ata e shohin që për kundër ketë asaj që ka thonë, nuk ketë çu don pacientë dhe prandaj kjo ona e kohës tirë është ma shumë do më angazhim që me liru vetën nga stresi, sidomos të fineset edhe sot ka mjaft kushtet tilla, do më në qëse dojmë, ja kushtu për shumë gjysore në ditet me morë aktivitetet tjera, se fitness ose yoga, që bën merita, do më janë shumë dobi prurse për shëndetin tonë. Shtu në ndilën mos me punu. Fakt, do më merita, do më në shumë në punoj, do më në arsim, do më në punoj në legjën AB, se më dhënë, që të shtunë në zakonisht do më një pjesë shtunë në vekim, që mundohemi do më me shudzu qatë kohë që e ki, do më me shudzu sa ma mirë edhe për shëndetin tonë. Po ju si mjek, normalisht që keni edhe shumë pacienta, po që është një kërkesë qesharake që ndoshta ndonjëherë keni pas që ka shti edhe me qesh kur ndonjë pacient ka ardhur tek ju edhe ka pas diçka që ndoshta. Po për shembull të ne, po përmend në atë smundjen gjithë, sepse ka sidomos këto smundje seksualisht transmetueshme, dhe ka pas pacientë që shpesh domon, sidomos në fillim kur ka qenë para 20 vitesh të dermastutës, për sidën që një smundje domon që edhe sot ka stigmë për të shumë, atëherë ka pas shumë stigmë edhe s'kan pas informata qysh ngjitet edhe ka ardhur pacientët ka thonë jam me sid. Dhe kur fillon me bizu me to qysh me sid ka marrë atë jo. Se di ke bo test në herë, jo veç e di që e kom borë, se qështë të kom prejkë dikonja, diçka pa pas as marrëdhënie, kur gjë domon, më në ke që, se se di ke mënyra domon qysh. Gjithët edhe ajo ka qenë domon, pastaj ti fillon me që, por, edhe në të raste është që ka shumë rëndësi dhe ona psikologjike. Sa ai edhe pse ti në herë as qaron që s'ka mujt me, s'është infektum, pse ka prejkë një partner, Basi jemi të kjo tema, hezitojnë më shumë të vjetrit apo të rinjt që të vinë edhe të kontrollohen? Për këtë. Për HIV, për smundjet seksualisht transmetueshme, po ndoshta më shumë do më janë të dhonën të ri domon sigurisht me bisedu, edhe pse hezitimi ka domon se gjithkund në botë janë të ndihshme këto tema, edhe sigurisht ka shumë rëndësi çështja ndaj këtyre temave. Gjithkund në botë domon ti do marr përqimin kur flet për këto tema, se janë tema ndryshme të cilat ti duhet me rujt privatësinë. Dhe shpesh të ne ka mundësi që mos përrujt privatësia. Ti flet për çështje smundjes, edhe nëse ti tregon pastaj bën mohabet për çështje private që ti ka treguaj për me ndihmu atina, është shumë e ndihshme mirë, po realisht ne unë kam punuar një disa vite, domethënë rreth 20 vite në një qendër për shërbime të sistemit vullnetar për HIV klinikën efektive, dhe jam munduar që privatësinë edhe ajo që ka biseduar në atë qendër kur mos pedali as qendrës. Asnjëherë s'ka asnjë rast për një 20 vite që punon, nuk ka pas asnjë rast që pacienti e ka ndodhur me një informatën që ka biseduar me neve me një pe dikujt tjetër, më on doktorë nuk më dërgua ato për qëllime mjekësore. Pse ke përmend? Është shumë e rëndësishme konfidencialiteti, është shumë e rëndësishme, është një armë shumë e fortë. Rujtja e fshehësisë është shumë e rëndësishme domethënë për çdo smundje, sidomos për smundjet seksualisht të transmetueshme. Prandaj ka pas raste domethënë që ka një herë informata që ka pas pacientë qesharake. Ndegën e tonë diabetologji, ka pacienta ose njerëz që hajnë shumë ambëlsira e teprojnë sidomos në për festa dhe vrap vinë me pyet mos e kanë marrë smundjen e sheqerit, ju ka tha goja s'ju ndi mirë për ambëlsirave, po nuk është ashtu se marrja ambëlsirave nuk e bjen direkt smundjen e sheqerit. Edhe të tjera, po kjo është e shpesht. Po tash po dalim pak edhe tek ju si çift. Dashta më ju pyet, kush shpenzon më shumë nga ju të dy? S'po di kush Jemi shpenzon, shumë asnjoni. që shpenzojmë domethënë shumë, në komarak domethënë me qyr shumë. Edhe më pëlqen shoppingu, jo shumë me dal me qyr, dhe pastaj me pas çarta kur dal me ble, di çka kam me ble. Po që shpenzoj kohë domethënë derisa vendosi, domethënë për me ble diçka, kam dëshirë domethënë shumë edhe është këgja një relaks me dalë domethënë me shëtitje për tash fatbarësisht dhe po ka shumë këso shopping center. Kundërta është. Po me ble nuk ble, nuk kjo blen, unë qyri. Pak shumë. Po. Po, cila është këshilla që do ju jepni të çifteve të reja që të kenë një lidhje afatgjatë? Afatgjatë, unë mendoj që gjithmonë do të një lidhje me pas domethënë që gjithmonë janë me çupe.
zakonisht kur ka një debat që është në nxehtë, domethënë nuk do dojmë pas, gjithmonë do me pas sistem të që njëri lëshon pe. Nëse njëri lëshon pe për një 5 minuta, domethënë gjitha rregullohen. Nëse duhet reagoj një moment caktuar se dëgjoj na jem njerëz dhe s'mundesh ti nganjëherë edhe emocionet që ki, ngarkesën që ki gjatë ditës, s'mundesh ti mendo pastaj emocionin se ina nder banesë tash jam këtë tjetër person. S'mundesh me qenë. Ndoshta ti një bisedë këtë kot në shtëpi mund të jetë mund të shaktoj ti me shpros këtë energji negative që ke kriju gjatë ditës. Prandaj ky tjetri person domon të riqish një 5 minuta bën një tërheqje taktike dhe pastaj Cili nga ju është ai që lëshon më shumë pe, pra? se di, domon besoj që unë kam pas shej pe. Jo. Po kush është romantik? Romantik, se di, si jemi diqysh. Si jem tipa qatë shumë romantik, domon po I zeti ka shkru 2 muj me radhë. po. Po Është cila ai është zeti është më shumë pak. Okej. Po cila është një cilësi që e vlerësoni më shumë tek njëri tjetri? Unë thash organizim, kjo është shumë meritë shumë organizim. Domethënë kjo është Domon diçka çdo sen besoj domon që ka e bën. Domon edhe kur do me fijet e din që sa ka me fijet. Vetëm vorë domon ka një rast e ludhur, mos mund bjen me fijet, po me fijet s'mundet pastaj. Sa për ndryshe domon është shumë organizuar që është një tipare që unë nuk jem natyrë e tillë, domon, këma që domon i bën një pjesë punë domon, bile kur shkojnë tavolinë, sidomos tavolinë me bëmi palu senet, se di ku i kam. A kur jam se shpërndam me i gjoj manet se kur i kam palume. Po një zakon që ju bestis të njëri tjetri, po tash jeni mësuar me këtë. Që po është nervoz diçka që bën. Hajde, i zot fali. Kjo s'bëhet nervoz, kështu që ajo më pëlqen, s'm bezdi. Nuk po të kemi, nervoza, ma kemi, ti pëlqej pe më shumë. Po dhe po. E kam malet domon që shoj pesë, mos s'bëhet kjo nervoz, në lëshoj pe. Nga njerë këto videot, kur i ndëgjojmë, për shembull, i ndëgjon pak me za dhe do të mi thonë, ndëgjoj veç ti, ose ja kemi ble edhe unë edhe t'jali këto mi ndëgju veç i zeti, po harron, edhe i ndëgjon me za, do të mi thonë. Fatkeqësisht një prej domon ndoshta çelshon një emet është që ka njerëz zën veten, të kthyer shumë në telefon, e të kthyer se gjëra çesharake, video çesharake, humoristike, edhe i zën se shkon një orë, 2 ka njerëz dhe kur kthesh pa vënë mendon, ja bën një farë fresh vetë thu, ç'më hub një orë në domon kur e se nuk e din, ka një djalë më bën baba hajde 5 videot e fundit, cilat janë? S'u man mend as 5 fundit, se le domon që ka njerëz që ajo edhe kur në qatë kohë domon e sheh veten që domon shpenzojmë ka një kohë domon pa nevojë për kundër të mirat që ka kjo domon këto mjetet elektronike domon kanë edhe këto negative që shpesh e zë veten që e shpenzon një kohë. Se na çomin mëngjes të dytë edhe shkojmë bashkë, se në shekull të dytë, kafen gjithmonë, e din edhe shoqëria jame që ma bën i zetin mëngjes. Çdo ditë. 99%. Ma mirë mi bosa me pjeç. Tash s'është e pije dhe vetë, më shumë qaj, po për ndryshe çdo herë. Të dy jeni persona me shumë punë, të ngarkuar me punë, keni dituj të lartë, po si do dëshironi që t'ju mbanin mend njerëzit pas titujve, pas punës? Sigurisht, unë prapë domon e du si doktor domon. Këmë thonë, unë këmë pas pozita, këmë qenë një 2 herë zavendës ministër, këmë qenë pasaj drejtori infektives, gjatë pandemisë një kohë këmë qenë drejtori shëndetësisë 4 vjetë, por pas se pra profesioni maj mirë për mundën është profesioni mjekut. Kështu që edhe kur më qenë në këto pozita, njerëzit më thonë apo do më thirr në pozitin që je tash ta mjek, më jo për mua, mas mjeti, mas dëshire kam më thirr mjek. Kështu që domon profesioni bazë për mua është mjek, domon edhe dëshira ime vazhdimisht do më njoft si mjek. Edhe unë ashtu, si mjek, si një njeri që pavarësisht krejt punës, në fund ka arrit diçka me orientu për në aspektin pozitiv, qoftë një student, qoftë një specializant, qoftë një pacient, ose një njeri familjar, gjithmonë për mirë, për cilën edhe mundomi çdo ditë, disa ja dalim. Merita dhe Izat, faleminderit shumë që ishit në Marandat sonte, ishte kënaqësi se me të vërtetë u kënaqëm shumë, faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit për gjithë sinqeritetin edhe gjithë shka që ndot me ne. Me bisedu me ju, me shpreh një pjesë të asaj edhe jo profesionale, domethënë që është pjesës tonë jo profesionale, por edhe pse edhe ajo pjesë po që në gjatë bisedës shumica e jetës prapë është profesionale, faleminderit për ju. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Faleminderit. Ju do shikoj. E tani ne do shkëputemi për marketing dhe do shihemi pas pak.